Që nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi aplikimi i sistemit bonus malus në sigurimin e detyrueshëm të mjeteve për përgjegjësitë motorike ndaj palëve të treta. Sipas llogaritjeve të kryera me aplikacionet automatike që ofrohen nga kompanitë e sigurimit në faqet e tyre të internetit, malusi apo penalizimi për drejtuesit që kanë shkaktuar dëme do të jetë ndjeshëm më i lartë se bonusi për ata drejtues mjetesh që nuk kanë shkaktuar dëme. Vitin e kaluar, çmimi minimal i sigurimit të detyrueshëm i llogaritur me parametrat më të ulët të riskut ishte afërsisht 15.500 lekë. Për këtë vit, një drejtues mjeti me të njëjtat parametra dhe që nuk ka shkaktuar asnjë dëm gjatë vitit 2024 do të paguajë afërsisht 15.000 lekë. Për qarqet e tjera, duke përfshirë Tiranën, vitin e kaluar çmimi minimal i siguracionit TPL ishte afërsisht 16.000 lekë, ndërsa këtë vit do të jetë rreth 15.400 lekë, në rastin kur drejtuesi i mjetit nuk ka shkaktuar dëme. Bonusi që përfitojnë drejtuesit e mjeteve pa historik dëmesh do të jetë rrjedhimisht në intervalin 3 deri 4% me ndryshime të vogla midis kompanive. Ndërkohë malusi apo penalizimi që do të kenë drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar të paktën një dëm vitin e kaluar do të jetë më i lartë. Komponenti malus ka një ndryshim pak më të madh mes kompanive të ndryshme. Shtrëngtimi për drejtuesit që kanë shkaktuar një dëm vitin e kaluar, krahasuar me tarifat e aplikuara gjatë 2025-s, do të jetë në intervalin 15% deri 20% në varësi të kompanisë së sigurimit. Për drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar 2 ose më shumë dëme vitin e kaluar, shtrëngtimi në varësi të kompanisë do të jetë në intervalin 33% deri 38% krahasuar me tarifat e aplikuara vitin e kaluar. Nëse krahasojmë çmimet e këtij viti mes drejtuesve që nuk ka shkaktuar asnjë dëm dhe atyre që kanë shkaktuar një dëm, ndryshimi fillon nga 19% deri 27% në varësi të kompanive. Ndërsa drejtuesit e mjeteve që kanë shkaktuar 2 ose më shumë dëme do të paguajnë një prim sigurimi më të lartë në intervalin 37% deri në 42% krahasuar me ata drejtues mjetesh që nuk kanë shkaktuar dëme. Aplikimi i sistemit bonus malus është i parashikuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit që ka hyrë në fuqi që në vitin 2021. Megjithatë, ligji e parashikon si të drejtë të kompanive të sigurimit, por jo një detyrim. Zbatimi i parimit bonus malus u bë i mundur vetëm pas miratimit të rregullores për përcaktimin e faktorëve të riskut që përfshihen në përllogëritjen e primit për produktet e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit. Kjo rregullore hyri në fuqi në fillim të vitit 2025, por pa përfshirë elementin bonus malus që ka nisur të aplikohet prej 1 janarit të këtij viti.